Sot jemi në Shkodër dhe do pyesim njerëz të rastishëm nëse duan që të gatuajnë bashkë me mua për këtë herë për bamirësi. Shëndetje, si jeni? Shëndetje. Do pranoni që të gatuanit me mua për bamirësi? Me shumë kënaqësi, por sonte nuk e kam të mujtën. Okej, një herë tjetër. Shumë faleminderit. Gjithë mirat. Si jeni? Faleminderit. Do pranoni të gatuanit me mua për bamirësi? Me shumë dëshirë, po dhe unë jam mik të vjerë. Pa problem. Gjithë mirat. Po ti do pranoje të gatuaje me mua? Hajde të pyesim këtë vajzën, inshallah po na pranon. Përshëndetje, si jeni? Unë doja që të gatuaj për bamirësi, do ishe e gatshme? Me shumë kënaqësi, vetëm se unë sot nuk e kam pa Një mujtën. ditë tjetër, kur ti të mundesh, ti na thuaj se ku ndodhesh, që ne të vime dhe pastaj të bëjmë gatimin bashkë. Si quheni? Mund të pyes? Imelda. Okej, unë jam Flavia, gëzohem. Shihemi atëherë. Përshëndetje, Imelda, si je? Mirë se të gjeta. Unë shikoj që ti ke filluar me përgatitjet. Do na tregosh pak çfarë ke përgatitur? Tjetër. Kena kërtolla me mish, se ne i thëmë kërtolla. Kërtolla, okej. Me mish Patate që do me të bëhen. Kena kompekaj, amelsinën që e kam filluar që zgjedh. Te spiçja tani është një ëmbëlsirë fiks tradicionale, apo jo e zonës? Tradicionale e Shkodrës. Por është e Shkodrës apo një zonë E tjetër? Shkodrës, do më spiqet më të mirë, Po. mund me provu dhe me ana malit. Nuset e daja të babit bëjnë të spiqen më të mirë. Të mirën e bën gjallë për fshatit, normalisht, vesh të normalisht. fshatit. Çka ka bërë këtë prerjen? Te prerjen e ka bë nusja aq. Një ku kemi vendosur që ti dërgojmë Dili pleqe. Shkodër, Në apo jo? Shkodër. Po. Me i komendje do t'i shpërndajnë ata, domethënë se Okej. kanë lidhjet më shumë me nuk mundena fillojmë me rrajmë vedin, justifikojmë vedin që s'kena kohë e këtë atë, po gjithmonë Të kena gjithë kanë kohë për qoftë edhe për një gatim të Tan tillë kena të thjeshtë. kohë edhe për tan t'lëshuar mundena diku me që bë i diçka me përmirësu vedin edhe me bë vërtet. mirë çdo ditë. Bëhet shumë mirë Ma që shumë. ke këtë lloj mendimi. Po Unë bën për aktualisht. momentin rris fëmijë. Po iniciativën për të ndihmuar ku e ke nisur? Nis qysh për largimit të Omerit. Libri që u kriju për te, për ne s'kishte rëndësi pjesa e fitimeve, ishte gjoja direkte që do të shkojnë për bamirësi, që do të nim fëmijëve dhe familjeve nevojë. Libri quhet Super Omer. Super Omeri. Po mund gjendet në Po da, librari? liberi. Edhe online Tiranë. besoj? Online e gjeni edhe jashtë, sepse është në Amazon. Rëndësishme është që ti e ke kthyer në një nisëm shumë të bukur, domethënë për të ndihmuar sidopak. Nderit shumë që pranove dhe besoj se këto ëmbëlsira do shijojnë më shumë me që po i ke bëjmë vend ti. Besoj.